në një farë mënyre në drejtimin që administrata amerikane do kërkoj t'i japi këtyre negociatave, kjo unë mendoj që është në fakt një rol i vogël, jo shumë i madh, për shkak se Europa është shumë e varur nga Amerika dhe jo anasjellta. Pra, nëse SBA-ja do varej nga Europa për shumë gjëra, atëherë po. Por në këto kushte, Trump vetë ka thënë që nëse ju nuk paguani 5% të buxhetit tuaj për mbrojtjen, ndjes të prodhimit tuaj të brendshëm bruto për mbrojtjen, atëherë unë nuk do t'ju mbroj më, domethënë është një largim de facto e Amerikës nga NATO. Dhe në fakt Europa e ka këtu hallën. Dhe nëse Trump do t'i thojë europianëve që shikoj ju po vazhduat në veshin tim për Ukrainën, unë do largohem nga NATO, atëherë Europa do ta braktisë Ukrainën, sepse Europa ka prioritet Ukrainën, por ka prioritet dhe më të madh qëndrimin e Amerikës në NATO. Dhe kjo është në fakt një dobësi shumë e madhe që Europa ka në raport me fuqinë e saj negociuese. Kështu që unë mendoj që Europa do të luajë rolin e avokatës Ukrainës, por një avokat goxha i dobët. Një avokat në një rast nga ato rastet kur provat ose fuqia ndoshta shqetësisht në krahun tjetër. E qartë. Mirë, ndjekim tjetër një sëritë më pas rikthehemi së bashku për të diskutuar. Vladimir Putin ka dërguar në Abu Dhabi njerëz që çdo mëngjes i vendosin mbi tavolinë raportin mbi surinë të ashtu quajtur operacioni i posaçëm mushtarak. Si s'dihet, presidenti rus nuk ndjek mediat, ai lexon atë që i paraqitet nga kreu i shërbimit sekret ushtarak dhe nga ai i shërbimit sekret të jashtëm, i cili për më tepër ka një provojë të gjatë mbi dosjen e Ukrainës që ka nisur tashmë në vitin 2014 me njerëzit e vegjël të gjelbër, që u shfaqën papritur në Krime, nuk është vetëm një çështje reciprociteti për shkak se në anën tjetër të tavolinës ishte kreu i padiskutueshëm i inteligjencës së Kievit, dy funksionarë të Rus janë të vetmit që kanë qenë gjithmonë të pranishëm në mbledhjet e grupit të gjerë negociator, që janë mbajtur në Kremlin para nisjes së çdo delegacioni për bisedimet e pafrytshme të Stambollit, dhe mbi të gjitha konsiderohen arkitektët e samitit të ngushtit në Alaska si dhe lojtarët kryesorë të sekretave të tij. Prania e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe është lexuar në adresë si një mesazh i qartë. Ne nuk largohemi nga protokolli nënshkruar verën e kaluar, të cilin Donald Trump hoqi dorë të impononte pasi mori parasysh kundërshtarët e fortë të liderëve europian, alternativisht duke pasur parasysh njohurit e tyre mbi çështjen e kryeushtetin rus. Dikush mendon gjithashtu për një përpjekje të dy liderëve për të bindur palën tjetër se luftimi nuk ka më kuptim. Mirë, Ruel, a sinjalizon prania e dy njerëzve të presidentit rus Vladimir Putin në Abu Dhabi një fazë të re negociatash, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe paralajmërimi se Rusia nuk lëviz nga protokolli i vitit kaluar? Shikoj, para një vend thuhet që në një farë mënyrë Rusia është një pozitë pasive, domethënë po pret nga perëndimi. Në raport me propozimet që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga aleatët e Ukrainës, si në letrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ne dimë më mirë që ka pas një bisedë telefonike midis presidentit Putin edhe atij turk Recep Tayyip Erdogan, dhe është folur sigurisht për marrëveshje tregtare, është folur për marrëveshje energjetike, është diskutuar sigurisht Ukraina, sepse ne dimë më mirë që presidenti Erdogan në më shumë se një herë ka kërkuar të ndërmjetësoj ose të shërbejë si tryezë bisedimi për dy liderët, për liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për presidentin rus Vladimir Putin. Kështu në këtë kuadër ka pas një bisedë frydënëse në raport me Abu Dhabi, nuk besoj që kanë dyshim nga protokolli i kaluar, janë thjesht çështje specifike teknokratike që nuk është se kanë relevancë për natyrës gjeopolitike, por kjo biseda telefonike në një farë mënyrë foli dhe për faktin që pala ruse është e kënaqur me këtë propozim. Me çfarë është raportuar nga mediat, presidenti Putin e ka bërë me dije presidentin Erdogan që kjo marrëveshje, këto pika, ky draft paqe shkon është në përputhje me doktrinën ruse të politikës së jashtme dhe me interesat e Rusisë dhe me në një farë mënyrë premisat mbi të cilat do duhet ndërtohet paqja në Ukrainë. Tani mos harrojmë që ne kishim marrëveshje po prap shumë të mirë për Rusinë. Para një 2 muajsh dhe Rusia tha jo, është një marrëveshje shumë e mirë, një sweetheart deal, po i them. Një marrëveshje sikur të ta japin një mik, domethënë, dhe Rusia prapë refuzoi, që mund
mund ndodhi sërish që Putini sigurisht të refuzojë këtë marrëveshje paqe që në këmbim për të marrë më shumë, po nuk e di çfarë më shumë mund të merret domethënë nga Ukraina. E qartë, Ruel, sa i fort është ndikimi real i dy shefave të inteligjencës ruse pra në vendimarrjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke qenë se ata janë të vetmit që i filtrojnë dhe informacionet e luftës? Shiko, burokracia ruse është mjaft e gjerë, nuk mendoj që varet nga dy shefat e shërbimeve sekrete, por Putin vetë në një farë mënyrë karrierën e tij politike e ka nisur nga shërbimet sekrete, ka qenë një agent i KGB-s në Gjermani Lindore. Dhe pastaj është për burokracisë ruse dhe është bërë ka ngjitur shkallët e karrierës për të bërë kryeminist dhe më pas president. E megjithatë, burokracia ruse është goxha e gjerë, shërbimet sekrete sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Gjeneralët e ushtrisë luajnë një rol shumë të rëndësishëm, këshilltarët pranë Kremlinit luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Është i kompleks arsyesh Priscilla, nuk mendoj që kanë dy njerëz rol specifik më shumë se të tjerë, por sigurisht ka një rol të rëndësishëm. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, pse është Kremlini i cili këmbgul se nuk devijon nga protokolli i verës kaluar pra ato që ne folëm, pavarësisht edhe kundërshtimit të liderëve europian, por nga ana tjetër edhe presionit ndërkombëtar që vjen drejt Rusisë? Sepse ne di mjaft mirë që Putin është një lider që ka tendencën të mos ndryshoj pozicionin e tij nga si pasojë e presionit. Dhe presionet ndaj Rusisë kanë qenë të shumta. Domethënë sanksionet, largimi i Rusisë nga T8-a, dëbimi nga SWIFT-i që është programi apo rrjeta që lidh sistemet bankare të gjithë vendeve, mund ta dëbosh një vend nga SWIFT është praktikisht të paralizosh sistemin bankar dhe qarkullimin e parave në atë vend, kjo nuk ka ndodhur me Rusinë, por është një presion shumë i madh. Ngrirja e aseteve të oligarkëve rus në perëndim, që sigurisht kanë lidhje okulte ekonomike me presidentin Putin, dhe prapa ai ka vijuar. Të tregon që është një individ i cili nuk e ha presionin për një arsye, edhe për faktin që sidoqoftë Rusia ngjelet një fuqi, ka një farë pavarësie, ka një farë sovraniteti, kjo edhe për shkak të ndihmës që Kina i ka dhënë. Kina ka shërbyer në një farë mënyrë si një prizë ekonomike për Rusinë që nga nisja e kësaj lufte, dhe sanksionet perëndimore, presionet psikologjike, ekonomike, ushtarake të vendosura nga Europa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë, një farë mënyrë janë shmangur duke përdor mburojën kineze, duke përdor teknologjinë kineze, inteligjencën kineze, ekonominë kineze e tjera me radhë. Kështu që nuk më duhet çudi që pala ruse nuk lëviz nga protokolli. Qartë, mirë Ruel, për ta mbyllur sepse jemi në fund pyetja e fundit, apo pozicionohet apo përgatitet Rusia tashmë për një cikël të ri presionesh duke përdorur këtu inteligjencën si një instrument diplomatik? Po patjetër, mendoj që Rusia është mjaft aktive, shërbimet sekrete ruse janë mjaft aktive në çdo vend, duke u përpjekur të gjenerojnë destabilitet, sidomos në vende edhe si Shqipëria ku në një farë mënyrë Rusia nuk ka shumë influencë, por ka interesin që të mos vijojë rrugtimi euroatlantik, mos ketë antarësinë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të mos ketë antarësinë të Kosovës në NATO, të mos zgjidhen problemet që vendet e Ballkanit kanë, qoftë problemet që Bosnia ka me Serbinë, qoftë çështja e Kosovës, qoftë problemet që Maqedonia ka me Greqinë apo me Bullgarinë, domethënë është interesuar me shërbime sekrete nëpërmjet individëve që paguan poshtë lartë që të mbaj sa më të lartë destabilitetin, dhe kjo bëhet duke përdorur sigurisht edhe shërbimet inteligjente. E qartë. Mirë, Ruel, kemi arritur në fund, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Të falenderoj ty për ftesën. Kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund. Ishim me Ruel Domin, ku diskutuam për presidentin e Ukrainës dhe atë të Rusisë, ku Volodymyr Zelenski ka thënë ditën e martë se Ukraina ishte gati të zhvillonte planin e mbështetur nga ana e SBA-s për t'i dhënë fund luftës me Rusinë dhe të diskutonte sigurisht pra edhe pikat e diskutueshme me presidentin e SBA-s Donald Trump në bisedime që ai tha se duhet të përfshin këtu dhe aleatët europiane. Me kaq përmbyllim ditën e sotme, bashkë jemi sërish në aktualitetin e ratës.
Thank you.